Vazhdim të ajetin surën Al-Qasas të Allah te bareke ve teala, ma kana lahumul khiyara. Jo besimtarët, veçanti, po edhe njerëz në përgjithësi, nuk ka zgjedhje përveç zgjedhjes të Allahut azza wa jall. As nuk mund me kriju diçka, as nuk mund me zgjedh diçka. Subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. I lartësuar është Allah te bareke ve teala prej çdo shirkut që i bëhet atij. Sa i përket shirkut, e dim që është gjuna më e madhe që nuk e fal Allah te bareke ve teala. Dhe kundërta e tij është tauhidi, njohëria e Allahut te bareke ve teala. Ku aq rëndësi të madhe që kanë, Allah subhanahu wa ta'ala e ka nisë Kur'anin me urdhrin e parë dhe me ndalesën e parë mu për këtë temë. Urdhri i parë, ja ejuhan nas u'budu rabbakum, o ju njerëz, adhurojeni Zotin tuaj. Ndërsa ndalesa e parë, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, mos i bëni shirk Allahu te bareke ve teala, duke e ditë që ai ju ka kriju, ai ju ka furnizu, edhe atij takon adhurimi, mos i bëni shirk. E sa i përket fjalës subhanallah që përmend këtë ajet subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun, i lartësuar është Allahu. Transmeton Buhariu dhe Muslimi, Allahu qoftë i kënaqur me ta. Një hadith ka Abu Huraira radhiyallahu anhu, i cili thotë se ka thënë dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani ala al-lisan, thaqilatani fi al-mizan, habibatani ila ar-rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Janë dy fjalë që kanë bëjnë me tasbih, me lartësim, lartëmadhërim të Allahut azza wa jall. Subhanallahi wa bihamdihi, lartësuar është Allah dhe atij takon falënderimi, subhanallahi al-azim, Allahu madhështor është, edhe është shumë i lartësuar. Këto fjalë ka thonë janë tepër të dashura te Allahu te bareke ve teala. Peshojnë tepërën në peshoj edhe janë tepër të lehta për gjuhën.